Hi njerëz, si jeni? Mezi e kam priti këtë ditë me thonë drejten. Sot është data 1 shkurt, edhe unë jam te parkingu I spitalit sepse sot do shohim babyn. Ja arritëm t'jemi në javën e 12, përveç se si do shohim se si është baby me këtë scanner. Edhe me analizat e gjakut që kena bëha, do marrim vesh çdo gjë, por do marrim vesh nëse përqindja që babit mund të ketë sindromen Down edhe disa lloj sindromash tjera, do na japin pak ditë. Dhe do ju updatoj of course, mezi po pres, sipas skanerit privat sot I bie t'jem 11 javë e 5 ditë, por sipas për llogaritjeve të ciklit I bie që t'jem 12 javë fix sot, kështu që pranaj është I buk takimi sot dhe mezi po pres ta shoh nëse do jem asa private apo do jem ndryshe, me madhe, me vogël, si është baby, po shkon çdo gjë me mirë. Unë ndihem shumë mirë, simptomat kanë filluar më zhduk plotësisht, ndihem me energji, nuk kam shumë të vjellta, përzimi është shumë pak dhe le të shkojmë, ora është 7 minuta, takimin e kam në orën 2:30, kam mjaft kohë, por po e marr avash që të qetësohem dhe ta relaksoj. Dhe ja, so let's go. Jemi te lifti dhe jemi gati. Kjo është baby bump today, por duket kaq I fryrë se kam pi shumë ujë, sepse normalisht duhet shumë ujë kur ti skaner. Alright. Mezi pritet të hapi kamerën dhe t'i tregoj skanerin, pas këtë ka më e tregu. Nuk e besoj. S'ka mundësi prap. Nuk mune me fol. Nuk kam asnjë gjë me fol, asnjë gjë me thon. Sti, s'kam. Po pres doktoreshën. Quajmë që keme, po inshallah s'ka më nejtë prap spital. Palo shpirti, semra, tëra mja lom do të pajnë më. Morning njerëz, sot është e ejta, data 6 shkurt. Kanë kalu 5 ditë që nga dita që morë me vesh për bebin edhe sot kemi operacionin. Ora 7 I qere kena ades, 7:30 kena takimin. Edhe po përsi me himra e nam. Dhe shpresoj të shkojnë çdo gjë mirë. Dhe kam kalu edhe herë tjetër, po është ma shumë se siklet ose frikë, është të vujtje e madhe se sarse të hi për mirë me qu shpi, po jetu e hi për me hek, mos me marrë kur më ndorë. Shpresoj që shkojnë çdo gjë mirë dhe mos tri shumë këtë rallë pa Arlon, se që kam nejtë rallën tjetër, dhe të pak të në shkojnë në shtëpi edhe të kalaj ditët e mia me Arlon. Am speshoj më këtë vend. Am speshoj më këtë vend. Që që I bërë? Sa po bërë gati, vesha këtë lidha në se kur tullë mësu që të me pengoj mrapa, po se di prej stresit ose prej sikletit kam një shtrëngim shumë të mëllë të në gjëks, për që inshallah shkon mirë, tash po shkoj te solla edhe pres. Shpresoj të shkojnë çdo gjë okay.
ta pa video, të qesh. Se jo I kuptoj lojtar që nuk e konsiderojnë në kane, të se kuptoj, është të këmë. Ha njerëz. Një shkurt. Kanë kalu plot 2 muaj. Sot është data 1 prill dhe që nga ajo ditë që unë kam bërë videon që ju tashmë pa, që po hija në spital shumë gëzuar dhe si dola, nuk kam gjetë guximin baj absolutisht asnjë lloj video tjetër ku unë flas për këtë temë. Qoftë në TikTok, qoftë në YouTube ose qoftë në Instagram. Çdo humbje është shumë e vështirë, por sa më shumë rritet ai numri I humbjeve, aq më shumë dhimbje bat më e madhe. Herën e parë kur kam marrë vesh që kam humbë fëmijën e parë, ka qenë si një shok, kam qenë si e përhumbur, nuk disha se çfarë punon. Pastaj më erdhi ta valt me kulpa. Po e kalova. Edhe e kalova shumë e fortë besoj. Për aq e thellë që a dhimbja, ne kam dorë shumë mirë. Kur ndodhi humbja në dytë, siç besoj tashmë keni pa, ndodhi shumë shpejt. Dhe deri diku isha përgatitur sepse përveç se nuk u ndjesha se jam shtatzan, ka ana tjetër edhe nga që më paralajmëroi deri diku me gjatë derdhin, isha e bindur që e kisha humbur. Ndërsa kjo e treta, siç e keni pa, bëjes në moment kur një tham që jam e bindur që atë fëmijë do ta marrë, ta binë në shtëpi edhe të tilla që sa happy edhe sa pozitive isha kështu tani, kjo tjetra ishte një bombë. Nuk e kam prit absolutisht fare. Dhe ka qenë shumë e vështirë këtë rrallë, jo vetëm fizikisht, jo vetëm psikologjikisht, por edhe fizikisht ka qenë shumë e vështirë me marrë veten. Kanë kalu 2 muaj, alo më duket të hënër, alo nuk e besoj që ka ikë edhe herë, por siç e kam thënë në atë hymjen, që është po njëjta ditë, njëjti moment, që nuk do çaj. Jo se kam problem që po thonë jo viktimizimi, jo kjo, por që duhet I tregoj gjitha aty nevojzave këtë rrallë, sepse po mendoj vetëm për ata që kanë kaluar që kalojva unë, ose po kalojnë atë që kaloj unë, që ju jeni të forta, ju do ja dilni, ju do jeni shumë krenare për veten e juaj, për forcën që keni gjetë brenda vetes tuaj, për më uqu edhe herë, edhe pse jeta ju ka rrezu pafundësisht herë. Babi më ka thënë një shprehje kur po diskutonin për këta humbjet dhe më tha që as rrufeja nuk shkrej 2 herë një vend, e lej më 3 herë. E vetmja gjë që më e nga ajo ditë është një bërtim e madhe, një vajtim I madh, një vaj I madh, që në momentin që doktori më tha, vjen keq, po nuk isha rrallë zemrën. Më thoshte nuk ka mundësi që më ndodhe edhe herë, vetëm bërtiqa, vetëm qasha, edhe kam thënë me vete që as hasmin, mos e pasha ishte si që kam pa veten. Vazhdonin edhe doktorat me paraqitë procedurat e gjana se si do ndodhet, se si do bëhet, edhe automatikisht isha vetëm me një ide që direkt operim edhe nuk ka më pritje, siç më ndodhi herën e parë. Të shtunën ndodhi dhe të ejtëm lani takim, edhe pse fëmija supozohet kishte 2 javë që minimumi nuk jetote ma, më desh që të më shtyjnë edhe javë nga mjekësia jonë shumë e mirë, që kena këtu në Angli, po falë zotit shkoj çdo gjë mirë. Kam humbë pak gjak, më tepër se që duhet, por fatmirësisht kisha një hemoglobinë e gjak kisha nelt, edhe nuk kisha nevojë për transfuzion gjaku ose për hapa, sepse kisha pas mjaftueshëm edhe pse u der diku te 700 ml gjak. Rikuperimi ka qenë shumë I vështirë. Këtë rrallë ka qenë shumë I vështirë, por mendimin e jashtëzakonshme të Albes edhe të jetit, ja dola. Por nuk du t'hi detajeve, se po hiva detajeve, nuk do moj premtimin që I dhash, dhe
Një dola. Kanë kalu 2 muaj e sa. Arloja është ilaçi më i mirë që kisha nevojë. Dhe jam shumë me fat, po jashtëzakonisht me fat që e kam. Nuk di se si do baja po mos ishte ai. Por gjëja mirë që vjen mas ton kësaj keqe është gjetja e problemit. Pse këto shtatzani po ikën. Dhe kam zbulu që unë kam trombofoli hereditare. Çfarë është trombofolia? Do i shpjegoj me ma shumë detaje njëherë tjetër, një kohë tjetër, kur unë t'i kem gjitha përgjigjet e mënyrës se si do kurohet, se si do veprohet dhe përfundimin me sukses të kurimit që do marr. Nuk është një gjë shqetësuese, po për ju që jeni kurioz të dini mund ta googloni dhe të lexoni ma shumë sepse unë nuk du t'ju injektoj me frikë, me panik, se mund të kemi edhe vajza shtatzan këto që kanë frikë e gjëra të tilla, që do e anashkaloj këtë pjesë dhe do flas për ta vetëm në momentin që unë t'i kem çdo lloj përgjigje para davalins dhe ta kem provu tek trupi jem, tek vetja jeme, ta kem pa rezultatin, nëse do kem shtatzani, of course, nëse s'do kem, nuk do kam se si e kuroj ose si e provoj. Për ata që e din që është kuptojnë, por du t'ju them që nuk është një diçka e madhe, është shumë e lodhshme dhe normal që ka të vetën, dhimbjen edhe tana këta. Por kur din për çfarë të bë, edhe din që në fund ti të bë për me marrë një qenje në krah, të duken asgjë. Në Angli e kanë ligj, mund ta them, ose nuk e di si më shkruaj, por çdo femën ose për çdo grup, për çdo nanë që hub 3 ose më shumë shtatzani, atëherë bahen kontrolle të mirëfillta dhe ekzaminime të mirëfillta për shkaqet e kësaj humbjeje. Të gjitha tishuet e pregnancisë, tishu nuk e di si me thënë, ata pjesë ai gjaku i zi, ata pjesë e placencës, çdo gjallë më thënë që ka dalë nga trupi jem, çohet për ekzaminime dhe unë që nga dita që kam bë operimin dhe në vazhdim, që i bie diku nga fillimi gjysa e majit, do më dalin përgjigjet e trupit që janë marrë, më thonë, të bebit. Se pasi t'kena çdo lloj përgjigje nga ky ekzaminim, atëherë do fillojnë ekzaminimet për mua edhe për jetin. Unë e kam zbulu këtë që ju thash për trombofolinë hereditare nga një analizë që unë kam bërë në Itali dhe nuk është normal që s'kam nejt në dorën e këtyre të Angli që bën 7 shekuj për me të dhënë një analizë dhe e bëna këtë analizë në kohë shumë kohë që e kam bë, edhe pse ju mendoni që dini shumë gjëra për mua që nuk e dini, po unë e kam bërë në analizë dhe kam marrë këtë përgjigje. Nga gjysa e prillit, fundi i prillit, do kem prap takime, do shkoj prap dhe do shoh se ç'a do bëjmë, si do veprojmë, por nga që unë nuk kam shumë mundësi dhe shumë kohë të lëvizje nga një shtet tjetër për kurim, kam kërkuar që njëjta gjatë më bëhet edhe në shtet, kështu që jam të prit që të më buket edhe një takim për të bërë panelin e trombofolisë edhe këtu në Angli, tek departamenti i hematologjisë, sepse aty do njeket të referimet e çdo gjë, sepse hematologu është ai që shef rezultatet e këtyre analizave dhe të jep zgjidhjen për këtë analiza. Domethënë do të jetë një rrugtim shumë i gjatë që unë do filloj që nga ky moment që jam dhe deri në momentin që kryj çdo gjë, t'ju marr hap pas hap, datë pas date, dhe kur çdo gjë të finalizohet, mbasi viti, mbasi edhe më shumë, nuk e di, atëherë ju do ta shihni të tarën në YouTube, prandaj nuk du që këtu të zgjaten absolutisht as pak. Kështu që kaq doja të thoja. Kanë pas shumë vajza që ma kanë sugjeruar këtë lloj analize dhe shumë vajza që qoshin analizët e tyre, të thotë krahasoj me të mijat, ja ku janë njësoj, ke këtë probleme, ke këtë kështu, ke këtë ashtu, ishin shumë të gatshme
që sa do pak një moshë nga qëmë po kaloja dhe nuk di se si kjo është problem realisht, i kanë shumë të mira. Prandaj ndoshta dhe jam e qetë edhe po mundohem ta moj veten, sepse kam gjetë atë që kam dhe nuk e di, po nuk do ta kisha imagjinu ndonjëherë që vjen një moment në jetë që gëzohesh që din që ke probleme. Sepse normalisht njëri do në shëndet të plot, nuk don që të gëzohet për probleme, se rrjedhimisht mërzitesh kur ke probleme, por ata nana që janë si unë, edhe kanë pas një gjë që unë e din shumë mirë këtë ndjesinë e gëzimit kur ti merr vesh që diçka nuk shkon. Sepse t'jep shpresë. T'jep shpresë sepse nuk është diçka që ka me t'nal, edhe din që shpresat që ta kesh shtëpinë plot janë të pafundme, siç e ka dhe njëherë, pavarësisht vështirësive që kalojmë, edhe shumë nana që kanë marrë me kimin dhe kanë kalu. Prapë se prapë është një diçka e mirë kur e din se ç'a të pengon për mos të quni shëndetësi deri në fund. Dhe gëzohesh sepse kjo që të pengon është diçka shumë e sjellshme dhe nuk është fatkeqe, si me thënë për shembull, s'mund bash fëmijë më, ose mund të jetë shumë vështirë të bash fëmijë më, ose mund të jetë shumë vështirë për me qenë shëndetësi jo. Është e vështirë për ne, nanat, që do e bëjmë tonët kurim gjatë gjithë shtatzanisë, por është shumë safe për bebin dhe bebi mund të dalin në shërmirë, që nuk ka ndikim të aj dhe mund të bash shumë fëmijë pas kësaj, prapë se prapë të zëmet. Nëse se nuk du të zgjatem, nuk du të hinë detaje, edhe sepse nuk du të kem lot e para punës dhe nuk du të kem komente të tipit po viktimizohesh, po qanë, po bën kështu, jo klikime, jo fëmijë. Absolutisht asnjë gjë nga këtë nuk e du. Prandaj thash, këta video do jenë vetëm në YouTube dhe vetëm introt do jenë në TikTok, që ju të jeni ndjeni që këto video po ekzistojnë dhe kaq. Kështu që edhe një herë shumë faleminderit, jashtëzakonisht shumë për çdo fjalë pozitive që më keni thënë, si në YouTube, si në TikTok, si në Instagram. Ju jam shumë falenderuese dhe shumë mirënjohëse për gjithë mbështetjen që më jepni dita ditës, duke shpresuar që nga ky moment e mbrapa do kena vetëm video të mira, edhe nga unë do ju vinë vetëm pozitivitet dhe të qeshra pafund. Do t'ju them që ju du shumë dhe shihemi në videot e tjera.